Përshëndetje të nderuar. Sërish dua të flas për Gazën, por jo sikur deri më sot, dua ta trajtoj çështjen e Gazës nga perspektiva e së ardhmës së saj. Marrëveshja rezultoi me ndaljen e luftës dhe fillimin e hyrjes së ndihmave humanitare, e gjithë e arritura e deri tanishme, a kjo nuk është pak, është se ndihmat kanë fillue të hynë në Gaza, është ndalë masakra dhe gjenocidi i cili vazhdoi për 2 vite, por ajo që është e paqartë, fare ama fare është e ardhmja e Gazës. Emrimi i koordinatorëve, palët të cilat e nënshkruan marrëveshjen e ndaljes së luftës, nuk ishin palët e involvuara aty, por ishin ato të cilat dikush ma shumë e dikush ma pak vendosin jo vetëm për Gazën, por për shumë vende të botës. Mbi të gjitha këto, natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një gjë dua t'ua them që në fillim, se vendimi për t'i dhënë fund luftës në Gaza shkon përtej shkaqeve politike dhe ushtarake. Sepse, pavarësisht sukseseve ushtarake, Izraeli ka psuar një disfat të papar në arenën ndërkombëtare, në arenën kulturore, gjeopolitike, në arenën e imazhit të saj, duke dëmtuar kështu shumë rënd e reputacionin e tij ndërkombëtar dhe duke minuar më tani e tutje narrativën e viktimës që e ka promovuar për dekada. E kemi thënë këta edhe më herët, bile nëse nuk kam qenë i pari shqiptar, ndër të parët e kam paralajmëruar se Izraeli në rrafshin ndërkombëtar do ta humbë betejën, do ta humbë atë imazhin e viktimës për cilin ka luftu e harxhue për dekada të tëra, dhe humsi real në fund do të jetë populli hebrej, ndërsa ai i cili e ka shtyje popullin e vet drejt kësaj errësire të paqartë për të ardhmen e popullit hebrej, e natyrisht edhe të Izraelit, është pikërisht kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. E dini, presidenti amerikan Donald Trump me gojen e tij e ka pranuar këtë dinamik as pak të dëshiruar për Izraelin, kur pati deklaruar se Izraeli do t'i jap fund luftës në Gaza, sepse ose nëse ka arrit fitore ushtarake në luftë me Hamasin, ka humbë terren ndërkombëtarisht në aspektin e reputacionit dhe imazhit. Pas deklaratës së Donald Trump, natyrisht kryeministri Izraelit e përsërit këtë, e shfaq këtë ndjenjë hidhërimi, duke pranuar se Izraeli po përballet me një izolim ndërkombëtar dhe po e humb betejën të cilën e pati zhvilluar për dekada për ta prezantuar Izraelin si një vend viktim, një vend i cili po lufton për demokratizimin e kombeve të lindjes së mesme, një vend me demokraci më të theksuar dhe më të mirë ndër të gjitha vendet tjera të lindjes së mesme. Mirë po, Netanyahu, për dallim nga Donald Trump, këtë gjendje të tillë të humbjes së narrativës së Izraelit si viktim, këtë gjendje i ja përshkroi apo i ja atribuoi atë që e quajti propagandë anti-Izrael apo propagandë antisemitizme. Sidomos në për platforma digitale, në për rrjete sociale, dhe të cilat, sipas Netanyahut, janë nxitur nga investimet e vendeve që luftojnë Izraelin dhe interesat izraelite.
dhe natyrisht përmendet në atë deklaratën Netanyahut TikToku i Kinës. Dhe këto e kemi shpjeguar edhe më parë një herë, lind ideja, nevoja e blerjes së TikTokut nga Donald Trump, nga njerëzit e afërt e tij. Një arsye tjetër të cilën Netanyahu ja atribuon gjendjen e tanishme të Izraelit është ajo kur thotë se ndryshimet demografike në Evropë për shkak të valve të imigracionit nga vendet arabe dhe islamike në Evropë po ndikojnë fuqishëm në ndryshimin e përfiturimit evropian, të kombeve evropiane mbi Izraelin. Natyrisht, kjo nuk ka të bëjë me realitetin, por është një dredhi, një mashtrim, një mënyrë tashmë e njohur e Benjamin Netanyahut që ta çorienton publikun me deklaratat dhe premtimet e tij që i bënte kohë më parë kundër Irakut, e Izraelit, e Saddam Huseinit, më pastaj palestinezëve, më pastaj Hizbullahut, pastaj në Gaza, ato shpërfaqja e kësaj tentative taktike mashtruese edhe përgjatë takimeve të tij me Donald Trump, e sidomos në 2 herët e fundit kur e mbajti fjalimin apo fjalimet e tij në seancat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kështu, plani i paqes së Donald Trump, megjithëse shkaktoi reagime të mëdha dhe u prit do si do nga bota, pas shfaqjes së këtij plani shohim se paraqiten 2 tabore, apo bota ndahet në dysh në lidhje me synimet dhe bereqetin e këtij plani. Një pjesë më e madhe e botës e pranuan si të arsyeshëm, por shumë shtete, 10 shtete e shohin si të rrezikshëm për të ardhmen palestineze. Dhe neve na intereson pikërisht trajtimi i kësaj pjesës së dytë. Megjithatë, miq të nderuar, këto sot po them sepse është ditë ende të e xhirue videon, dita e 21 tetorit 2025, këto sot nuk po dua të flas se kush, cilat shtete këndej e cilat shtete andej, por dua të flas pikërisht për atë që e thash në fillim, në lidhje me administrimin e ardhshëm të Gazës, që dënë të thot në lidhje me të ardhmen palestineze. Me theks të posaçëm, pse Donald Trump e zgjedhi Tony Blair që të jetë ai i cili do ta çon përpara planin e paqes së tij për Gazën. Pse pikërisht ky Tony Blair u zgjedh dhe u caktua nga Donald Trump? Kush është Tony Blair? Çfarë pritet të bëj Tony Blair aty? Sa është i pranueshëm? Dhe atë që e shkrova para 1 ore në një status timin, do ta them në fund. Propozimin tim me që këto video, fal Allahut, punës ime deri diko dhe e sidomos mbështetjes suaj që po i shpërndani këto video, sidomos njerëz të tanë, shqiptarët tanë në diasporë, Gjermani, Amerikë, Britani, Itali, isha shifrat aty, ku edhe këto e shfrytëzoj momentin që t'ju bëj thirrje edhe njerë të vazhdoni, mbase edhe ta zgjeroni rrjetin e shpërndarjes, sepse jo që ka ndonjë komedit se shka nga këto video, t'jeni kështu të sigurt, por besoj bindshëm se janë të dobishme që të dëgjohen. Ka çka mësohet nga këto. Ky akumulim i këtyre njohurive, diturive, leximeve, tani dal nga dal e ka marrë formën e dhënjes.
se ose shpërndarjes apo sharing, do me thënë që ta ndajmë së bashku atë që unë kam arrit të akumuloj për vitet e kaluara. Shpërndani videot duke ju falenderuar dhe duke lutur Allahun për shpërblimin tuaj. Dy janë grupet e shteteve pra që e trajtojnë. Të parat thonë se ka mundësi për rindërtimin e Gazës dhe ndërtimin e institucioneve moderne që i dohen palestinezve dhe rajonit aty, por tjetra thonë se është një përpjekje për të imponuar tutelen e huaj mbi popullin palestinez. Dhe këta e përmendin përvojën e hidhur sidomos me britanikët. Përmendet në trajtesat e tilla apo që e shohim planin e paqes së Donald Trump dhe emërimin e Tony Blair për koordinator të ardhshëm të Gazës, këta e përmendin ish ministrin e jashtëm britanik Balfour, i cili një kohë e merr në administrimin britanik teritorin e Palestinës, pastaj fillon ti bje nga jashtë, ti tërheq nga Evropa hebrejt dhe ti dërgon aty, nxiten revolta brenda palestinezve, pastaj në vitin 1936 e bën një takim midis izraelitëve dhe palestinezve në Londër, Britania, i mashtrojnë palestinezët, përmendet edhe pranimi i ofertës britanike dhe franqeze nga sherifi i Mekës, nga i cili e kërkojnë mbështetjen kundër perandorisë osmane për ta shëm perandorinë osmane, e pastaj sherifin e Mekës e lën me gishta ngoj, me që përpara i kishin premtuar një perandori apo një mbretëri të madhe, mos thëmë budallës. Do më thonë, Britania e forcat aleate e shembin perandorin osmane islame aty për të krijuar shtete dhe për të konfiguru lindjen e mesme, a kë ahmaki kërkon perandori të re. Ata i thojnë po, derisa ta kryjnë punën me osmanet dhe më pastaj e lanë me gishta në gojë. Me kalimin e kohës, përderisa Palestina ishte në administrimin britanik, Tony Blair është prej Britanisë, Britania arrin që ta sjell situatën deri në vitin 1948, më pastaj deri në vitin 1956 dhe pastaj jale në dorë, jale amanet shteteve të bashkuarat e Amerikës, po thëmë në mënyrë figurative jale në amanet, shteteve të bashkuarat e Amerikës për të administruar, sunduar, eksploatuar, ndreq e maru e çfarë dush quaje e lënë në dorën e Washingtonit. Bazuar në këto përvoja dhe shumë të tjera, jo vetëm vendet e tjera arabe për rreth aty, por edhe vetë palestinezët e shohin me sy të morm, ose në përmjegull, ose as pak të bereqeqme këtë plan dhe prurjen e Tony Blair aty. Si pas, qëfar përfshin ky plan, miq? Ne e kemi analizuar deri më tani, po ne po flas gjithmonë në sens të së ardhmës së Gazës për ta bën një farë tablo, një farë mozaiko më të plotësuar në atë se çfarë tragjedi janë duke i ndajt mbi kokën e palestinezëve. Si pas propozimeve të publikuara, jo vetëm në media, por edhe të përmendura nga analistë të rryer, ekspert të rryer të lindjes së mesme, organi që do ta udhëheq Gazën quhet Autoritetin Ndërkombëtar i Tranzicionit të Gazës, shkurtimisht GITA,
i ngjashëm me përvoja tranzitore si ajo në Kosovë, sa ishte në menaxhimin e UNMIK-ut apo në Timorin Lindor. Megjithëse që Kosova dhe Timori Lindor kanë dallime substanciale si subjekte ndërkombëtare, si probleme ndërkombëtare në fillim, Kosova po kthehej në, do të thonë, po çlirohej nga pushtimi, ndërsa Timori Lindor po ndahej nga Indonezia, apo rasti i Sudanit Jugor që po ndahej nga vendi am, apo si Saharaja Perëndimore, për të cilën ju kam folë, se çfarë kam bërë, çfarë raporte i kam dërguar ish kryeministrit Hashim Thaçi atë botë në lidhje me Saharan Perëndimore, me Polisarion dhe të ngjashme. Gjithsesi, miq, ky organ, Autoriteti Ndërkombëtar i Tranzicionit të Gazës, do të jetë përgjegjës për këtë menaxhimin administrativ dhe politik të rripit të Gazës për një periudhë prej 3 deri në 5 vjet, që më pas, duke pritur krijimin e kushteve për kthimin e këtij autoriteti në një administrat e unifikuar palestineze, që deri më tani asnjëherë nuk përmendet shteti palestinez. Ai do të përfshijë pra një këshill mbikëqyrës dhe një organ ekzekutiv që së bashku me forca paqërujse ndërkombëtare, me polici lokale të trajnuar sipas të gjitha gjasave në Egjipt dhe në vende të tjera, dhe kur thash me forca paqërujse ndërkombëtare, natyrisht është kërkesë edhe e vendeve arabe, sidomos e vendeve arabe të cilat po kërkojnë që forca nga jashtë, përveç Turqisë, të mos jenë në Gaza. Ajo çka është thelbësore edhe njëre këtu është pse bash Tony Blair. Kush është Tony Blair? Shumica nga jo e dini, krejt e din Tony Blair, bileja pa të nisen edhe emnat e na familjeve me julanën Tony Blair. E dini kush është Tony Blair, por krejt e dini, por shumica nga jo e dini Tony Blairin në raport me Kosovën. Ndihmën, rolin dhe kontributin e tij në raport me Kosovën. Unë do të flas për Tony Blairin nga perspektiva e lindjes së mesme, nga perspektiva e arabëve, e muslimanëve të lindjes së mesme, e sidomos e palestinezëve. Tony Blair është i njohur për marrëdhëniet e tij me disa lider, me disa shtete në lindje të mesme. Përshka sepse ai në fakt ka qenë ndërmjetësues midis Izraelit dhe palestinezëve gjatë mandatit të tij si i dërguar i kuartetit, nëse ju kujtohet ajo 4-shja, dhe vazhdimisht më pastaj ka mbajt kontakte të ngushta me shumë kryeqytete arabe, me lider të vendeve arabe, sidomos të shteteve të Xhirit Persik, ku është parja aty, por si till ka krijuar raporte të vazhdueshme, informime të vazhdueshme, bisedime të vazhdueshme edhe me lider të vendeve perëndimore. Mbështetësit e idesë së planit të Donald Trump besojnë se këto cilësi, këto veti të cilat sapo i përmenda të Tony Blair, e bëjnë atë si një ndërmjetës i aftë që do t'i menaxhoj situatat atje për një periudhë 3 deri në 5 vjet, dhe kjo periudhë që është ndër më të ndjeshmet dhe kërkon konsensus shumë palësh. Prej kohës kur Tony Blair e le kryeministrinë në Britani në vitin 2007, ai menjëherë e themelon institutin Tony Blair për ndryshim global, që quhet TBI, e që është një institut
në të cilin bashkëveprojnë mendimtar të ndryshëm britanik dhe të jashtëm, bashkëpunëtor të jashtëm, me seli në Londër. Kur e përmendja une se Kosova do të ketë një institut shtetnor i mbështetur nga qeveria qeveritar, apo të mbështet nga jashtë, edhe nëse jo me mbështetje financiare, kam pas parasysh edhe jo vetëm, po edhe institutin Tony Blair. Ky institut ka krijuar zyra të ndryshme dhe partneritetet të ndryshme në disa vende të botës. Aktivitetet kryesore të TBI-s, këtij institutit të Tony Blair, përqendrohen në ofrimin e këshillave për qeveri të ndryshme të botës, veçanërisht në fushat e reformës së administratës publike, të transformimit digital, të luftimit të ekstremizmit dhe mbështetjes së politikave ekonomike dhe të ekonomike zhvillimore në përgjithësi. Nën flamurin e këtij instituti, Tony Blair është bërë një figurë me ndikim, që ka marrë pjesë dhe vazhdon të merr pjesë në formulime e vizione strategjike, ekonomike, politike në shumë vende të botës dhe me sa më kujtohet edhe nga kosovarët është kërkuar ndihma e vizionit të tij dhe e promovimit të disa librave apo të disa personaliteteve të politikës shqiptare këtu në Kosovë. Përveç kësaj, Tony Blair merr pjesë shumë në përnisma të ndryshme diplomatike jo formale, apo që quhet diplomacia trak 2, dhe e shohim rregullisht në për forume globale, domosdo në Davos, pastaj në konferencën e sigurisë së Mënihut, pastaj në samitet e investimeve të gjirit dhe të ngjashme. Mbështetësit e idesë, apo mbështetësit e Tony Blair në raport me të qenurit e tij të ardhshëm si administrator i Gazës, besojnë se Gaza nën udhëheqjen e tij do të gëzoj një prosperitet dhe një zhvillim, sepse përvojat e këtij njeri do ta krijojnë atmosferën e krijimit të policisë lokale, e cila do të punoj detyrimisht dhe do të shërbej detyrimisht si pas asaj që kërkohet në bazë të autoritetit palestinez që të formohet. Megjithatë, ajo që mu më intereson këto, përveç që thua se do të siguron fonde ndërkombëtare, pastaj do t'i bind vendet arabe që të jenë donator kryesor, ka shenja se është lujt me pare në të kaluarën. Nisur nga që kjo dhe nga pa besueshmëria të cilën ai e ka krijuar për imazhin e vetë në vendet arabe, dhe arsyet do t'i përmendi këto tash, e ka bërë autoritetin palestinez të tanishëm, të Mahmud Abbasit, por edhe të Hamasit, të mos e shohin si njeri kredibil për të udhëhequr Gazën në të ardhmen apo palestinezët. Autoriteti palestinez i Gazës, El Fatah, që është, o që pëja ka qenë përpara si e Yasser Arafatit njifët, e shohin si të rrezikshëm për shkak se e kanë frikën që autoriteti i përgjithshëm palestinez do të zhduket me kohë. Nuk po ju mbetet hapësirë leja Hamasit, por as autoritetit palestinez që janë në rripin e Gazës. Në anën tjetër, Hamasi, megjithëse nuk e ka kundërshtuar haptas, përsa i kanë përcjell deklaratat e liderëve të mbjetuar të Hamasit, shihet një dozë e theksuar e skepticizmit, duke u shprehur herher në mënyrë të hapur se Hamasi në asnjë mënyrë nuk do të lejon që të del nga loja e së ardhmës palestineze, sidomos në rripin e Gazës.
Nuk është e çuditshme se ky insistim i Hamasit e bëri Donald Trump që të lejon Hamasin ti mbaj armët në duart e veta edhe për një kohë të pasaktuar derisa të bëhet ndaj farë unmiku atje i Gazës. Dhe u pa si shumë e qelluar. Me një herë pas përfundimit të luftës, dolën në shesh hordhit barbare. Termi jemi kë. Është i egzageruar, por hordhit barbare, tradhtare të palestinezve në Gaza, të cilët kishin kooperuar me Izraelin vazhdimisht, shpihunat. Këta shkapimarin të ashtë na, e morën një ditë në borg aty, shpihunat, të cilët kanë bo zullum të papar. Le shpihuna, se po thëmë me hë edhe une, në shaj pejorativ kështu, në kuptim pejorativ, për këta idiot, për këta tradhtar, le që kanë boe, ju kanë tregue me telefona, me telefona izraelitve, raketave izraelite, aeroplanve izraelit, se ku janë kanalet, ku janë tunelat e Hamasit i kanë shpionu kështu, por edhe ndihmat e her pas hershme, kur janë lejuar të hynë në Gaza, pikërisht këta tradhtar, a janë pjesëtar të 3 familjeve, 3 kabileve. I kanë marë, i kanë vra shoferët, vendas dhe të huaj, i kanë marë ato ndihma dhe ja u kanë shit pastaj banorëve të Gazës të cilët e pritnin vdekjen nga uria, etja dhe nga ilaçet. Përfundoi lufta, Hamasi ju tha dërzoni armët, se tash është koha e unifikimit, s'ka nevojë këto 4-5 parti, apo sigur në Rafah, ai hoxha, haram është mi thonë hoxh, kish hyp në xhami edhe të thonë se na këto në këtë pjesë të Gazës dojmë shtet islamik në atë formatin e ISIS-it, mashallah të riktot një farë, edhe dikon Allahi edhe ka qehrja e pregadit. Është ajo problemi, inshallah nuk ma zini për te për trantash që po e bëj këtë digresion. Në filozofin ekzistencialiste është pyetja, Sarteri e shtron këto, Heidegeri masaneje, dhe është pyetje në filozofin ekzistencialiste se a esenca i paraprin ekzistencës apo ekzistenca e formaton esencën. Dhe janë 2 shembuj aty. Krastaveci, trangull, na i thojmë në Gilan lo salata. Salata, a forma e salatës është e përcaktuar në esencë, ende pa dalë, dhe si që ka qenë në esencë, sikur idet e Platonit, pastaj hija e ideve bota që e prekum, në ekzistencializëm, a esenca i paraprin qësoj gote, që kjo gotë qështu, a ka qenë në kokën e ideatorit e më pastaj është formu, apo pasi e ka bo maqina, se në të e bo maqina, është formu në kokën e rajes së salatës. Dhe shembulli tjetër, Sarteri e shtron. A thua derri është derë për shkak se shpirtin e tij e ka derë, është në esencë derë, apo për shkak të formës së jashtme të derrit edhe shpirtin e ka derë. Dikon Allahu xhelle shanuhu e bën të tillë. Kish hypën e rifi në hutbë aty, ushtar me maska me kejt të eruj kënej, gjematit të i thonë se na jemi për shtet islamik, këto na nuk e njofmi Hamasin, nuk e njofmi këto, qëkon Hamasi aty edhe tja kalzën qefin, e dërgën të Allahu i madhreshëm, që Zotit të mirët me te, e mos lejohet me bo zullum, edhe më tutje të vazhdon zullumi Izraelit, me formate të tjera tani të ISIS-it në tokat palestineze. Si do që tjetë, që kjo Hamasi tash, kështë e shpjegu pak për para, është i dyshimt. Leja që ja dha Donald Trump, ja dha një farë shprese se mund të vazhdoj gjendjen e tanishme për të reguluar punën. Përveç
që ty në seneve, në sigurie, regullat e tjera, edhe në frontin ekonomik. Ka dyshime se a thua autoriteti i përkohshëm që do t'i menaxhon situatën kalimtare, do të jetë në gjendje nuk do t'i vjedh parët, vlla. Jo me shkue një i huj aty, që i donë parët, mu marrë vesh me vendas aty që shka ndodhë në për shumë vendet botës me esap edhe të naktu, se di, qëre në pënavin një 50 milion, po pe që ty në 50 milion, në ti e këto ministër sene, ty një 1 milion a 2, unë i marrë një 7-8, tjerat i dërzojmë të si borgje sene, ka frikë se që kë autoritet i ardhshëm do të manipulon me fonde dhe më pastaj do të ndikon negativisht në rregullimin e infrastrukturës që është totalisht e shkatëruar aty. Në anën tjetër, meq, tash, jo në anën tjetër po, nga që kjo perspektiv, Tony Blair, shihet si njeri i cili do të kërkon përjashtimin e të gjitha fraksioneve, rrymave politike, të faktorit palestinez në Gaza, dhe se a do të arrin palestinezët në të ardhmen, a do të kenë fuqi të mujnë që të nëmikun e Tony Blairit në Palestinë, është tepër e dyshimt. Përveç, ose për te i qësaj, arabët, meq, unë këtë video e kum pas bo gati ma heret me qitë, po s'jarë ke koha dhe tash është, me qatë propozimin fond që do të bëj, kujtesa negative në shpirtat dhe mendjet arabe, lidhur me Tony Blair, kulminacionin e arrin me luftën e Irakut të vitit 2003. Këtë ngjarje makabër, si shquhet tek arabët kriminale e dorës së parë, e Tony Blair, kjo kujtes nuk i le rahat grupën e dytë të cilët e shohin administrimin apo autoritetin e Tony Blair si negativ. Për shka miq? Për shkak se formatin se ka të mira, jo, duket shumë djalë efendi, por për shkak se Tony Blair ka luajtur rolin kyç në mbështetjen e pushtimit të Irakut dhe fatkeqësisht në promovimin e informacionit të rrem, që doli të jetë i rrem, u vërtetu si i rrem rreth regjimit të Saddam Huseinit, se kinse zotron armët në shkatërimit në mas. Tony Blair është ai i cili i ka bind vendet alate, ti bashkangjitën Amerikës dhe Britanijes se Iraku do të gjumhazët, do të ndahet në tre, nuk do të lihet ma populli irakian së bashku, për shkak se, natyrisht, pasurive të mëdha, ka qenë fuqia e dytë në botë, me naftë në kohën e para Saddamit e gjatë Saddamit, dhe i ka binë se që kë Saddam, që kë Irak ka edhe armë të shkatërimit në mas, bile ka edhe armë kimike këndej andej. Shkatërimi i Saddam Huseinit, i regjimit të ti, rëzimit e regjimit të ti dhe shkatërimi i Irakut është mase i domosdoshëm. Në hetimet e më të tjeshme, si pas raportit Shillcott të vitit 2016, vërtetohet se Tony Blair, për qëllimet të caktuara që a i di dhe njerëzit me të cilët kam punue, ka qenë një njeri i cili e ka gënjur botën dhe liderët e botës për ta shkatëruar Irakun dhe përpasoj lufta që pasojnë masaneje këto shkatërime, ma në men, janë rezultat ose janë vazhdimsi, janë vagonat të lokomotivës të cilën niset me Irakun. Bile jonë 2003, po kur e shtin Irakun në luft kundër Iranit të Homeinit, jo të Homeinit të nishëm. Për rjedhoj meq të gjithë kësaj shumë arab
dhe musliman e shohin Tony Blairin si një figurë që vështirë mund të pranohet si një palë neutrale në menaxhimin neutral të situatave në Palestinë përgjatë periudhës kalimtare në Gaza. Imponime i rregullave të reja, të sigurisë, të mjedisit, të fesë, të kulturës, të arsimit, të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Brendshme, të Ministrisë së Jashtme, të gjitha këto do të jenë në dorën e të huajve që po përgatitet situata atje. Mendimi jam personal. Qëre na e kemi pranua unë miku, ne e kemi pranua faktorin ndërkombëtar, se neve na ka çliru faktorin ndërkombëtar. Na ka nimu të e gjumhaz Serbia dhe të huajt i kemi prit këto me shumë dëshirë, me i pa, me i përshëndet rrugës e me mu të regu se pidojmë dhe i kemi dashte se e kanë çliru Kosovën. Por të rasti Palestinës është krejtësisht tjetër. Palestinezët, rezistenca palestineze, vetëm palestineze, për kundërvullnetit të faktorit ndërkombëtar, të Britanisë, të Amerikës, e ka pru punën deri këto. Unë edhe njëherë e thëmë miq të dashur, se rezistenca palestineze e ndryshoi kohën e historisë postmoderne. Lufta në Gaza e ka ndryshu kohën e historisë, sepse emni Palestinë, palestinez, Gaza filloi të zhduket, të humb nga arenat ku do të duhej të përmendej. Gaza pra, palestinezët e kthyen edhe njëherë, bile e mujtën Izraelin në kuptim të imazhit dhe narrativës ndërkombëtare. S'ka shtet në botë në të cilin nuk ka pas protesta, demonstrata, thirrje në kohën për ndihmë palestinezëve dhe kundër izraelitëve. Nuk du këtu kam me data, me emna, me mbiemna të qyteteve dhe shteteve, se çfarë po ju ndodh palestinezëve, hebrejve në përbot, sidomos ata që po ekspozohen me veshjet e tyre. Kjo shka i ka ndodh popullit hebrej, pra, që kjo rezistencë është ajo shka e pruni punën në mënyrë pozitive me gjithë shkatrimet enorme që jenë bo në Gaza. Largimi i kësaj rezistence nga arena politike, natyrisht se tek palestinezët kjo nuk mund të pritet mirë. Në botën arabe, në përgjithësi, nga që kjo perspektiv, Tony Blair, përveç tek palestinezët dhe irakianët, në përgjithësi në botën arabe, Tony Blair shihet një figurë mjaft problematike, mos thëmë e urrejtur. Nuk e don. Unë nuk mbaj mend se të kem lexuar ndonjë studim, ndonjë libër që Tony Blair përshkruhet me fjalë të mira në lindjen e mesme. Në dritën e të gjitha këtyre fakteve, heshtja apo prezantimi i një administrate kalimtare e udhëhequr nga Tony Blair si diçka pozitive që do t'i sjellë Gazës është amaterizëm i vërtet. Besimi unë mendoj personalisht se futja në lojë e Tony Blair, për te të qenurit futje e qëllimshme, ajo manifeston paaftësinë e sistemit ndërkombëtar për gjetur një zgjidhje të brendshme për ta ndihmuar popullin palestinez nga brenda dhe për ta plotësuar pastaj boshllëkun që është krijuar si rezultat i mundshëm. Ma shumë se kaq. Ardhja e Tony Blair aty është një ndër shenjat më signifikante, më të rëndësishme, më që bie në sy e shembjes së rolit të faktorit arab-musliman në trojet e tyre dhe në lindjen e mesme. Ata nuk arritën
të bëjnë asgjë pos zhurmave e atyre deklaratave, rutine të neveritshme shumë herë, nuk arritën asgjë të bëjnë për ta çorientuar situatën dhe për ta bërë diçka ma mirë. Megjithatë, duhet të themi se ka shpresë. Mendimi jam tash, edhe njëra po them, propozimi im është. Nëse Tony Blair në vendet arabe, përkundër sukseseve të tij në arenën ndërkombëtare, për shkak të bëmave të tij në lindjen e mesme, për shkak rolit të tij destruktiv nga perspektiva arabe islame, për shkak se ka qenë një shkaktari kryesor dhe nxitësi kryesor i shkatërimit të Irakut, me që është Tony Blair kështu, unë them, pse të mos jetë ndonjë lider tjetër? Ani pse është propozu? Pse të mos jetë një lider tjetër? Dhe unë kisha me thonë se njeriu sot përsoj një personalitetet botnore, rrethanat, njeriu më i përshtatshëm për ta udhëheqë autoritetin e përkohshëm në Gaza është Ahmet Davutoglu, ish kryeministri i Turqisë, një dora e djathtë e dikurshme e Recep Tayyip Erdogan, presidentit të Turqisë, ish ministër i jashtëm, një akademik i vërtet, i cili është i njohur në botë me nuhatjen, falni që po them nuhatjen, me parandjenjen e ngjarjeve të mëdha të cilat kanë ndodhur. Autori i Medeniyetlerin Ben Idrakë është i përthyer në gjuhën shqipe, vetë perceptimet e qytetërimeve, pastaj sistematik depremi ve dynja dyzeni, termeti sistematik dhe rendi botror, pastaj libra në gjuhën shqipe edhe kjo strategjik deri në le, thellësia strategjike, durush, medeniyetler ve shehirler, civilizime, qytetërimet dhe qytetet, pastaj medeniyet dönüşümü, pastaj kuresel bunalëm, pastaj alternativ paradigmalar, vepra të cilat sot lexohen edhe nga akademikët më të rryer dhe trajtohen e shpjegohen edhe në katedrat më të njohura në botë të marrëdhënieve ndërkombëtare. Përveç kësaj, e ka një libër që çon pesh Bilgi, Bilim dhe Islam. Njohja, dituria, shkenca dhe islami, ku e trajton shoqërinë muslimane, shkencat islame, rolin e arabëve dhe muslimanëve, jo vetëm brenda hemisferës islame, por rolin e tyre pozitiv që ja kanë dhuruar botës. Do të kisha propozuar Ahmet Davutoglu. Nuk i di saktësisht tash raportet me Erdogan, por Ahmet Davutoglu, hiç më larg se dje, e ka vizituar Britaninë e Madhe dhe më pastaj pas takimeve që i ka pas me për punët e tij atje si kryetari Gelecek Partisi, i partisë të së ardhmës turke, ka dhe deputet të vet në parlamentin turk, ai në ndërkohë vizioni i tij, për mua i hatashëm në këtë rast, shkon edhe viziton ambasadën palestineze në Londër, ku Hosam Zamlat, ambasadori palestinez në Londër, del botnisht edhe tha sot në mëngjes se Ahmet Davutoglu është delegacioni i parë që mendon dhe qohet e viziton ambasadën tonë pas transferimit nga zyra e përfaqësimit, si zyre ndërlise, liaison office, të cilën e ka pas Kosova në Dubai, do ne kam qenë shef apo i asaj zyre të Kosovës në Dubai, përfaqësuesi i Kosovës, prej nga liaison office, zyra ndërlise bëhet ambasadë. Dhe e përmeni aty në intervistë se Turqia ka luajtur një rol permanent dhe fal përpjekjeve të Turqisë në të kaluarën, se deshti pak me ja dhënë nerën edhe Ahmet Davutoglus, në të kaluarën e afërt, si dhe tani është rol i pa diskutueshëm. Në vend të Tony Blair, propozoj që udhëhec i administratës së përkohshme ndërkombëtare në Gaza të jetë Ahmet Davutoglu. Mirëmbëjtje, ditën e mirë.